Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena Yjeve, i cili është prodhim i Telegrafit dhe transmetohet çdo javë edhe në RTV Dugaxhini. Kësaj radhe, ky episod apo kjo pjesë është pak më ndryshe, pasi nuk kemi të ftuar ndonjë futbollist apo njeri të sportit, por do ta mbaj me kolegët së bashku me Romak Zeqirin dhe kolegun dhe vllahun tim Lavdin Pireva. Dhe shefin ton. Po. Përshëndetje quna. Pa fillu temën që sot që kemi me folë rreth përgatitjeve të skuadrave të Superligës para nisjes së sezonit pranveror, për Ligën e Kampionëve dhe situatën në top 5 ligat evropiane. Mos harrojmë të përmendim edhe sponsorët tanë që e bëjnë të mundur këtë podcast, siç janë një ndër brendet më të vjetra të veturave nga Korea e Jugut, KGM SsangYong, Lashko, Dentfix, Mucha Solar dhe Pro Transport. Apo fillojna me futbollin vendor fillimisht. Gjithçysh. Çajo është pjesa ku na intereson më shumë ti. S'ka met asnjë ekip në Kosovë. Na u dash për ilaç diçka nuk i kemi këtu krejt. Çata dhe Musafiri mungoj kësaj rrove se krejt jashtë janë. Jo, më shumë e bënëm lafti ftumi i jon. Nënd ekipet Superligës janë në Turqi, Ferizaj është në Shqipëri, edhe ekipet edhe Ligës parë kanë shku në Turqi. Interesant kjo puna, u bo si tradit me shku në Turqi për fazë përgatitore, po zhvillon lojë miqësore me klube evropiane. Po, klube evropiane. Ndodhe dhe që po shitën lejtar, vitin e kalum drita i largoj 2. Po, marrën Jasharin edhe Hajdin Saliun kundër një bash, në lojë kështu që kanë kundër Shari. Tash shkaku i kushteve atmosferike atje është shumë nxehtë edhe kushteve tjera për të cilë se ka hotelin në Shqipëri që i kanë kushtet më të mira se klubet tona dhe për infrastrukturë sportive po folën. Domethënë kanë stadiume, kanë fusha ndihmëse, kanë fitnese, kanë pishina për rigjenerim, edhe kjo ka bërë që klubet tona, po besoj që përveç këtyre 10 Superligës ka edhe të Ligës parë që shumë të mirë qëndrojnë financiarisht. Këto kanë ndihmuar dhe ligji për sponsorizim me fond që duhet lista para shifra shumë të mëdha, domethënë veç klubet e Superligës i kanë marrë diku ndaj 5 milionë euro. Kjo bën që klubet me kalu në profesionalizëm dhe nga dal të rrit edhe nivelin. Qysh po thu edhe te atje ka klube tjera, ka të Ukrainës, Polonisë, Gjermanisë, Kazakistanit, domethënë edhe zhvillojnë do ndeshje bajagit forta që me konë. Ka rënë sy që 2 ndeshje drita që po i zhvillon miqësore, trajneri Zekia Ramadani po i fut lojtarët e ri titullar. Po i provon gjithë. Po besoj që edhe përmiron sy dikujt prej klube për miqit. Jo, po besoj që drita pjanisën për dritës, masi drita është edhe lider edhe ja nis kampionatit në pranverë si lider. E ka një bazë të mirë, ka dhe lojtar rezervë bajagit mirë, po për rrugën që ka me njekë, domethënë edhe titullën edhe në kupë është hale ngarë, domethënë kanë mi vyt më shumë se 20 lojtar për mi përdorë. Domethënë tash për shumë që drita s'ka bëu asnjë transferim deri tash. Jo, është të dashur ju besu që aty që i ka në grupë edhe me këshyrë cili mundet me jep ma shumë, se realisht këto janë ndeshje miqësore, po luhet shumë futboll i fortë, edhe që ato e vren, a ka një lojtar potencial, apo nuk ka edhe për mi përballu lojtë e Superligës, kur di që të na pranvera është bajagi me aron se vjeshta. Po krejt ekipët këshyrim i mri objektivat e veta dhe normal që se cila këshyrim me marrë maksimumin e pikve. Nëse në vjeshtë të konë pak ma letë nështë ta me fitu pikë, pranverë ka me konë shumë shtirë. Shumë ngushtohet rrethin pranverës. Edhe une po pajtona me Lavdën që trajneri Zekia Ramadani ka mi provu këta lojtarët e ri në ndeshjet miqësore, shkaku që me ditë cilin me dhonë minutazh pak ma shumë gjatë sezonit pranveror. Po, une nuk e përjashtoj mundësin që drita deri në nisjet sezonit pranveror me bo edhe naj përforcim, pasi që masi veç për njek titullin që 4 vjet edhe është e jetur me rikthy titullin Gjilan, po besoj që i vyn edhe pak ma shumë lojtar, kur dim që rikthehem, po edhe nëse rikthehem pas dëmtimeve
të forta që i patën ose të randa me thonë Ilir Mustafa dhe Hasan Gonda. Ata nuk kanë me mujt mu inkuadru, nuk kanë me mujt mu inkuadru me i herë me nivelin që e kërkon Superliga. Po, i vyn ko pak. I vyn ko, edhe po besoj që drita deri në fund ka me... është domosdoshme po besoj që diferenca nuk është e madhe me Ballkanin. 7 pikë nuk janë shumë. Një send do të më thonë, drita ka pas oferta për disa lojtar, në këta fat kalimtar, sidomos për dy mesushort, edhe për Rombrojën edhe për Dabiqajn, po klubin nuk ka dasht me i largu shkaku i rëndësisë tyne të jashtëzakonshme në ekip. Do të thonë, është të dash gjithçysh me këtë titullin edhe nëse don me këtë titullin pej këtyre dy lojtarëve nuk bën me hek dorë. Drita nuk ka hek dorë as prej një talentit Masim Heresmali që pse ka pas minuta shumë të kufizum, nuk e ka leju, e ka marrë me veti në fazë përgatitore, po as prej Ensar Huruglisës, edhe pse ka pas do lëndime, ka pas oferta, edhe nuk i ka leju mu largu. Do me thonë, mire ceke që i trajneri Zikria Ramadani po do me pas komplet grupin, përveç francezit, Frasange dhe Denit Isufit, që u largu, tjera largime s'ka. Kështu që po besoj që ka me pas grupin tamam, edhe pse prap mirë tha Pimsa, pa marrë 1-2 është e pamundur. Po besoj që do të më forcu pak. Zakonisht e përdor drita këto në Turqi, të huj me marrë lojtar, çdo afat kalimtar gati. Po tujt, folëm ma vonë për tujt, s'kam fort besim këtë tujt se zakonisht klubet tona ka video dalin shumë të mira. Po, video dalin shumë të mirë, po kështu kur të merr tani problem. Nolëm të Ballkani. Ballkani realisht këtu ekip ka lojtar të mirë ka, po vjesht nuk mujtin në asnjë moment me gjetë formulën për me lidh ekipin, për me forcu. Nuk e pat Ilir Dajen. Po. Po edhe ndryshimet e shumta bënë në fillim sezonet e pati Ilir Dajen, po nëse ti hek 5-6 lojtar sa i ka hek Ballkani që kanë titullar të pa diskutueshëm edhe pe futbollistëve më të mirë të viteve të fundit në Super League, se tash gjithë po luajnë në Europë. Normalisht që kime ozë vështirësi, jo Ballkani, po edhe Real Madridi mi hek 6 titullar. Pra kur ta shohim çfarë largime ka pas edhe kur e shohim që është e dyta në tabelë, është bajegi sukses. Tash është trajneri i ri, edhe ka me pas kohë me konsolidu që të ekip që po menoj që ka bajegi lojtar të mirë. Po nëse arrin me gjetë formulën, ka me konë rival i fort i dritës. Unë mendoj që Ballkani ka mu handikepu prej një largimit mund që më të lindon me vërllat. Po, ka gjasa, lindoni ka bajagi oferta dhe nuk është të stërvit me ekipin. është të prit me kry transfer. Me kry transferin, klubi veç është i njoftum, i kanë ardhur oferta të cilën të pranon, cilat të është ma fitim për se betyna. Tash Ballkani ka problem edhe merkatën e bllokuar, derisa të bllokohet. Ka disa borxhe ndaj disa ish lojtarëve të cilët i veç i kanë fituar gjyqjet. Leoni Betyna është Leoni Tabazi. Ajo që është me Leonitin që sa të zgjat, po. Që sa të zgjat. Edhe nëse arrin me blloku këtu, po besoj që Ballkani masi nuk është edhe në kup, vetëm syne me ka. Po, Allen ka mu kon për titull, po. Edhe i duan transferime, pikë pari për me zavendësulin donin. Pa qarë është duhet në gjithë dikon me zavendësu. Plus edhe për portjer, se Enea Koliqi ka pas një ndërhyrje, një operim. Edhe për portjer besoj që kanë me intervenu. Kanë me intervenu, po. Kanë edhe portjerin Luljanović, po. Po kam mbrojt shumë shpesh ai përpara kaluan. Edhe seshin e ardhen e trajnerit Shehi. Motionis marr për Kosovë Shehi. Seshin e të Ballkanit. Qysh ju ka dok juve? Pa i tash na për shumë, që vjetëve të fundit trajnerat për Shqipnis po vinë edhe zakonisht po rezultojnë suksesshëm, se na e dim që trajnerat e Shqipnis që vinë prej shtetit shqiptar, shumica janë shkolluar me shkollë italiane, kanë kulturë të punës, sigurisht. Kanë disiplinë taktike se cilin që kena po besoj që edhe Shehi ka me thonë fjallën e vetë, do me thonë me konsolidu Ballkanin edhe me njek rrugën e titullit. Edhe pse personalisht nuk e shoh si dështim nëse nuk Shehit nëse nuk e fiton Ballkani titullin, se nuk e ka ndërtuar as ekipën vet as. Normal. Ka ardhur mas dy ndrrime trajnera. Pas dy ndrrime trajnera nuk e ka lehtë asaj.
Se dy trajnera kanë punu me atë ekip, tash i treti, po sigurisht Përvoja e tij ka me bo, pasi u konë te Tirana, Te kena Partizani, te po. Partizani, plus si lojtar ose si portier. Portieri kontarës disa vjet. Domethënë përvoja e tij titujt e shumë me Skënderbeut, lojrat në Evropë kanë me bo Ballkani, domethënë ekipin lojtarët e Ballkanit kanë me marrë një mësim. Po besoj që ka me arrit me ia u dhon lojtarëve qysh luhet, qysh luftohet, qysh. Edhe po besoj që Ballkani në pranverë ka me konë ma shumë Ballkan, se Ballkani i vjeshtës. Po sigurisht se s'kan çka me hup edhe mirë ta lavda, në kup nuk janë, s'kan ku tjetër, këtë fokusin e kanë, domethënë Super League edhe synimin e kanë sigurisht. Mu ka bo përshtypje në sezonin e kaluar se s'ka mujt me gjetë një informacion, as po dorëzhani, sidomos një kohë gjatë, domethënë bëj qendrime të shumta dhe e pa ishte atë brazilian në ko Bajagi Giovanni, nuk e kompohon atë lojtar 3-4 lojtë e fundit. Po do loj nuk lun, do është në pjesën e 2, do në fund domethënë ç'ashtu njëjtë edhe me ndeshjet e fundit u zhduk hiç, s'kon as rezervë, s'ka pas as një oftim për lëndema diçka. Almiri tani Kryeziva. Po Kryeziva. Edhe ai domethënë e nisi mirë në Evropë, ke shumë interesant lojtar. Edhe shet pas do jove në bankë dhe lumë pak. Edhe ka qenë edhe i lëndun gjatë vjeshtës. Edhe që kjo po besoj që i ka kushtu pak Ballkanit qytetar që 6 lojtarë mu largu dhe tjertë mi zonë pozitat e tyne pak e ka pengu. Puna e mbrojtjes. Te Ballkani ka lujt me veteran në qendër mbrojtjes, Bajram Jashanica dhe Asrit Thaçi. Derisa e kanë mbrojtje Kentret Halilin, një lojtar që ka pas oferta prej jashtë, prej Hungarisë, moj me i di sakt ofertat. Edhe Gjinin, një lojtar që pagujti 120.000 euro për transferimin e tij. A kon paket çuditshme domethënë, s'pa njoni prej tyre që s'ka lujt që janë lojtar të ri edhe potencial për mushit. Po besoj që me ardhin e shehit kanë me pas ma shumë minutar ta lojtar, se çysh e tha edhe ti, njoni ka pas oferta, tjetër u ble për një shumë koncentrueshme për kampionatin ton. Edhe ka mundu me konsolidu edhe mbrojtjen, se mbrojtjen e ka pas për para pikën më të fortë, domethënë ja kanë nis lojën prej portierit, kanë organizuar, ka pas mbrojtësa të jashtëzakonisht mirë në organizimin e lojës. Ka pas një Lombardelova në thashin on dhe djathtë. Ai vesh Lombardi sa 3 mbrojtësa ka lujt. Po, edhe unë te puna e Elmando Gjinit, po besoj që është lojtar i ri, edhe orë me një kampionat pak më ndryshe, edhe na thamë që të nkun Ballkani u kun me qëtu problemet për komponim të skuadrës, që ata edhe nuk ka pas hapësina, kur t'jen kërkim të rezultateve, ti domosdo kimi shti një ekip ma me përvoj që njojnë kampionatin, se na e kemi po edhe Gerald Smojli në fillim nuk është se kalu mjaftueshëm derisa e mësoj kampionatin edhe tani e po ndeshjen e fundit që derisa ke daja realisht nuk lujke se si pëlqej ke daja. Plus Gjini nuk është se nuk i pa disa raste, po e murr edhe një kartën të kuq. Po lojnë me Gjilanin, mas një 20 sekonda fqini loja. Këtu gjitha tani e kanë kostën e vet edhe për lojtar, se nëse të shtin ty mu tregu ti e bën të kundërta normal që ki mu penalizu edhe du të me prit radhën. Po që e thamë edhe ma herët, tash e kanë një muj ose pak ma shumë se një muj, se cili trajner me komponu ekipin, me kry fazën përgatitore edhe tash i metën dorë shehët me komponu. A monët mu qujt befasi Malisheva në vend tret? Vitjen e kalum shku në Evropë, si vjetë në vend tret befasi. Lojtari kryesor i tyne Drilon Hazrollaj monët mu largu. Po rrugën e tij mund me ndjek edhe Etnik Bruti ose Arlen Veliu, dy lojtarë tjerë që kanë shkëlqy edhe kanë oferta vazhdueshme. Largimi i mundshëm, inshallah urojmë që me hec këta lojtarë në Evropë se janë të mirë edhe për kombëtarën, sigurisht fiton në Malisheva, po largimi i kësaj treshe, largimi i mundshëm. Ka qënë Malisheva. Nuk besoj që Malisheva hek dorë për i treve për i herë, alesh më nëse dënë me shqit edhe i vjen që ajo oferta sa po lypën për Azrollajn klubi lyp 1 milion euro dhe Rapid Bukureshti është të e shërtu me shumë plus me përqindjet kartonit. Po, plus me përqindjet kartonit të shërtu
mundësinë me ble. Ato kanë luajtur lojtarë shqiptarë kanë luajtur shumë mirë. Në Rapid edhe kanë hop rrugën si Ramoni, si Krasniqi. Edhe tashmë Florent Hasani është po. Tash u bë tregu i Kosovës shumë interesant për ta dhe një apo lojtarëve që janë të vëzhguar Romanin. Po, që janë të vëzhguar është Hazrolla, lojtar me potencial se është i ri. Potencial shumë. Po Malisheva çfarë do të më dhon merita Malishevës. Malisheva ka trener Bekim Yusufin. Tash shumë nëpër studio thonë që jo e ka gjetë ekipin gati, ashtu Bajagi ka bën ndryshime. Nëse ja sheh ekipin që ka luajtur sezonin e kaluar. Edhe ngarat evropiane Malishevës me ekipin që luan tash i ka 4-5 ndryshime gati. Po. Edhe lojtarë tjerë 3 janë hi në sistem. E kem Sulmusin Gjylani. Gjylani, Patjan Bonjako, po i ke Gari kthy Arbrin veteran Didi lun këtë lojt, domethënë ja ka dhënë dorën e Agon Gjaka u bë thujse titullar. Po. Ka mor Ilir Avdylin tash portier. Po, I ka bën një 5 portiera se interesant puna Malishevës, Bajagi shumë portiera. Po realisht na shtapika më do të Malishevës u kon portier, u lëndu Flamur Gashi. Veli mbrojtje gati këtë sezonin. Mustafa Abdullahu, ai portieri i Unisë nisha ka qenë pak. Po. Edhe pa vazhdimsi. Unë po besoj që meritat më dha janë këtë suksesën, këtë curi, kur mos harrojmë që 2 lojë ka fituar edhe me lojtar më pak kundër 2 kandidatëve. Tash Llapis për llogaritëm kandidat për natë. U kon kandidat për kandidat, po. Edhe kundër Ballkanit me lojtar më pak, domethënë kallëzon që ato punohet. Edhe luftohet shumë për pikë, domethënë Balisheva më shumë merit vend e tretë dhe meritat më dha ka Bekim Yusufi. Sigurisht gimi mund shumë i Hazrollat, sa dëmton. E dëmton shumë, po pjesën e hapur me tabelës unë besoj që përfundon edhe me largimin, se kanë kriju sistemin e lojës. Edhe me largimin e Hazrollat. Po nuk është se sado që u kon lojtari kryesor, loja e Malishevës nuk u kon e fokusuar me këtë, se na kemi po që shumë deshi ka zhbllokuar edhe sulmus tjerë, si edhe Aliu është. Po, sigurisht parët janë 1 milion euro në pyetje, këtë në rregull, mundet me investu Malisheva, po në fat kalimtar të janarit ki shumë problem, ki shumë pak zgjedhje, edhe mi marr 1 milion, edhe 2 milion mi marr, është problem na me gjetë një lojtar një tip Hazrollajt për me bërë diferencën ashtu. Edhe po është edhe ona tjetër është e kem rastin e Plen Baftiut, na domethënë një lojtar që ka luajtur disa sezone mirë dhe kur erdhi momenti për me mu largu, nuk u largu. Edhe pom tani rromjen e tij graduale. Duhet me gjetë nëse vjen një ofertë e tillë, lojtari është i pajtimit mu largu, besoj që duhet me ia dhënë mundësinë mu largu. Edhe besoj që s'do të na mu kocit në atë 1 milion euro se besoj që për 2 parë i shkon mirë. Personalisht mendoj që Malisheva shumë duhet me këshyrë përqindjen e kartonit në shitjen e ardhshme se sa para që i fiton tash. Nëse 20%. 20%. Po, ma mirë lej me 700.000 e mojt 30% se mund të shit për 5-6 milion. Qysh ndodhi me Albion Ramonin edhe prap tani të bjen me marr më shumë. Po, sigurisht, jam punë drejtuesve. Hajde një pyetje për Prishtinën. A keni pritë që Prishtina ka me kon vend 4 ama nalt? Domethënë Prishtina e barazime me Kavallin. Prishtina e ke Juventusi, ja. E ke Juventus dhe Prishtinën kur synimun, po kërkon synimuin. Shumë e fort kjo. Po. Qa kanë përbash Prishtina dhe Juventusi? Mu kanë si. Mo ta polun me 4 mbrojtësa, Kavalli me 8. Me 8. Herën e parë kur i kum pa formacionin qendër mbrojtës, ku kanë mu lujt kjo veç kur i pashi shpërndajtje na përfush mirë. Prishtina ka lojtar individual shumë të mirë. Domethënë personalisht vazhdoj me mendu që me një Mirel Jos, ose me një Ilir Daj, ose me një Bekim Yusufi, shembull, Zekeria Ramadar, një trajner që e njeh shumë mirë kampionatin kosovar. Kish pas hala ma shumë pikë. Spako edhe 10 pikë ma shumë. Shkon luftë për titull. Po. Po edhe unë pajtuna me Romokin, nuk është Prishtina që nuk ka individ, e kena përmend edhe më herët, nështë edhe këtu në podcast tonë, po edhe në emisione tjera me kolegë, që Prishtina i ka minimum 5 individ që mujnë me lunë se cilën skuadër. Sigurisht. Edhe përforcimet që i pronën lojtarët e huaj, që të kanë dështu shumë.
Ka ndështu Kam pru numër të madh, po veç 2 ose 3 kanë ndodhur. Shumë Vetë sasi, sasi. pak cilësi. Po. Betet më po tash në pranverë, nashta komponohen edhe ata. Unë për shembull Sulmusin mu më duket lojtari mirë, interesant. Akimbule, po. Sandej Akimbule. Po. Po Prishtinën që ke loja defanzive, po menoj që ato e penalizu edhe nuk e di pse po insiston Kavalli. Po. Tash nështë asë jem kërkosh mi tregu qysh me lu, Po, na jo me mendimin po, sigurisht. Tonën qysh. Se Prishtina ka, unë po besoj që ka potencial tifoz të Prishtinës edhe qytetarët e Prishtinës janë mshtuar po një Prishtinë gjithmonë Po, sulmuse, kërkuese, ma qef kanë me lu 3-3, 4-4 se me Ky loja, po se me up një 0 ose 0-0. Ose një 0-0 0-0. më kryti, ma mirë Kështu fitoj që- një loj, hope një se mi barazu 2. E ka edhe Kavalli e ka mundësin tash me komponu ekipën, mbrojtësi ansor, këtë rase Jakubu, edhe ai lojtar interesant, tash për Pa e realisht- Drilonin, Albinin, Ardin, 2 Arda të mbrojtje, Ron Raçi, Lugici, na po shumë lojtar Ta lojtar interesant. vendor, lojtar Lotrin kretë janë Kryezi secili ju e më i ka- mirë se tjetri, Po, Albini Rrit përpara. formën. Prishtina po besoj që do të s'paku mos me lëshu pozitën e ka Transferët, mirë tham, transferët kanë dështu, përveç që e përmende Jakubun edhe Akimbulen që janë konë okej, pjesa tjetër nashti shumë ma mirë. Ma mirë janë dal komprit Lugici shumë edhe pes- Raçi që i kanë Po. marrë pe kampionatit këtu, Prej ligat Unisënisha, para, po. Jo, Unisënisha. dhe i kanë marrë pe ligës të parë. Ligës të parë. Ligës parë. Edhe sa ma të dek, mirë janë dalë këta kur të këshyrë se do që i Unë përnë do Sobovallën francez kom prit shumë, ase E, ka për një Sobovallën, kampionatin, kalun ma Sobovallo dështëm, Oliveri do më thonë u largu, veç ai më pa Ama Sobovalle e vërtet, do më thonë Sobovallën e kena njoft këtë kam prit ma shumë për ti, po nuk ka rrit mu një lojtar që kalon gjurë me një fushë shumë të keq, që shokon e Malishevës Prishtina- për para, tash në fushë të mirë, s'po bën sen. Tash- Drejtues edhe trajneri e kam po që Prishtina po qalen në sulm, edhe veç i kanë marrë 2 sulmus, Njot Huj edhe Alban Shillovën e kanë rikthi pas disa vjete. Plus e kemi po që u kthy pe lëndimit edhe Dashmir Elezi. Po, Tash metet mu po. Dashmir Elezi është interesant, para një 4 vetëve dhe Guardian e zgjedh mesin e 100 talentave më të mirë në botë për vitin e lindjes që e ka, do me thonë në mes me Bajagi Yje që sot luajnë në për skuadra Top shumë ligat, po. ngoja. Edhe ai e pat një fat keq shkoi pe Shkëndis, mos gabofsha në Riga, u shku se në Gjeorgji, Letoni, ku në Dinamo Tbilisi. Po, në Dinamo. Batumi, rikthye, Tbilisi. Po, Njënën vetë. njëjtë ato. Edhe nuk edhe mas jarë në Prishtinë stërvitjen e parë dytën u lëndu, po tash u rikthy edhe Prap është lojtar interesant. lojtar interesant me potencial edhe me zy po pres me po çka ka me bën në Super League. Se Po. sigurisht që masi po çalon Prishtina, këtë që në to i kanë. Lojtar që mund të vesh me Tekshirëm, ai ka Kavalli sytën zotit. po Kavalli Nisi- një herë si pat as te lotrimi, po lotrimi kthej. me punë e rikthej me zor ashtu në thojza thonë me zor e rifitoi vendin e titullarit, po jep golla dhe po lun. Interesante si vjet ka golla ai. Po, Prishtina po besoj që ka me Luftu për Europë. po sigurt. për Europë sigurt, po s'paku për pozitën e tretë, eventualisht katërtën mos me lëshu edhe me një kupën si gjithmonë Prishtina që është pak a ekspert shumë kupë. ekspert i kupës, që me arrit kualifikimin nga gara europiane, se nëse dështon edhe kësaj radhe, plus po dihet që është një prej klubeve me shpenzimet më të mëdha, shkaku edhe i kontingjentit mëdhaj të lojtarëve, na e shumë që Prishtina po besoj dikun 40 futbollistë ka në Po me kontratë. Oazim, po. Po me me vazhime, vazhime. po sigurisht. Edhe pjesë e klubit dikun 30 janë momentalisht. Edhe është klubi që fiton më shumë ti prej ligjit për sponsorizim. Po Do të besoj me që arrit duhet Europën edhe mos po. me mi vjel sukseset e qytynave. Çdo vit që Prishtina nuk merr pjesë në Europë, është dëshim të e marr parasysh që është klubi më i madh në vend dhe më i Po. trofeshëm në vend. Suhareka, viti i parë i Suharekës në elitën e futbollit me Rami ngritje, me një trener që janë nis mirë po e largojnë, ndrohet treneri
në fund arrin me ka pak ritmin, ndrohet presidenti, jep vërejtë zgjedhet presidenti tjetër. Shumë kena pak se historia ma herët, jena në vitin 2025, prap me në artë që shto klubet prej poshti, me 100.000 sen me president ri, një president tjetër, deri në pranver, inshallah arrin që ky president nuk ndronë edhe dy tjerë. Amo nëse vazhdojnë që shto ma mira më rikëthym likt parë, me zhvillu në lojtarë, se me marë lojtarë me shifra shumë të mdhaja. Shumë të maja, sari ka lojtarë me shifra. Edhe, dhe më thonë një pas shto probleme. Një politik të gabume, po të paktën ata janë kon vetë aksionarët edhe kanë menu që kjo rruga e suksesit. Po kjo, po besoj që sezoni vjeshtori u ka hop sytë edhe kanë po që sezonët tjera nëse vazhdojnë do të me pos balancim të skuadrës, mos me njek domosdoshmërisht veç emra, mu këthy edhe paka futbolli vendore, ka ekipët e mosha, liga e parë. Suareka është njëna prej skuadrave që mas shumë të rrezikon bashkë me Feronikelin me rapi ligës. Largë është jo, nuk është largë, është 7 pikë. 7 pikë, po e shumë që ka kualitet shumë, besoj, nashta nuk ka me rreziku. Po Evropën ka me pos probleme nuk vjen diskutim, unë e pesho si kandidatin. Edhe pe Evropës, pe venëve të Evropës nuk është largë, po. Jo, nuk është. Ma lëm nga të ko Evropën se ramjen. Po e kena po që ka pos shumë oscilime edhe... Me qëto ndryshime që ju mbo... Kur u largu dura, e kom informat saktë, ja u kallëzuj, se nashtë se u kallëzuj. I kom pos 13 pikë, mos gabofsha. 13 pikë, po. Mas 6 lojve se 7, i kam pos 13 pikë edhe largohet dora. Okej, hajtë nëse ti bënë dora, na jemi kryesia suare. Edhe e largojnë dorën, shkon dorë dhe ja që në dorën një mesazh thot, nëse arrini për çdo lojë që i kom bëne. Një pikë ma shumë. Një pikë veç ma shumë e bëni 14 vëzojna për 7 ndeshjet e radhës. Këm ja u këthy paret e kontratës. Krejt paret, spedia paret e kontratës, krejt ashtu, po bësh në kum keni kur gjeqa, që ju ka thonë. Laki, 7 ndeshjet e para i merë 13 pikë në dora. Edhe e qonë një voice mesazh në grup me kryesin i klubit. Ka marë 13 pikë nga 7 ndeshjet e para. Nëse 7 ndeshjet e radhës, ju merë një vetëm gjysmë në 13 pikëve. Gjysmë, po. Do a kthej paret e kontratës. 6 pikë kanë marë. 6 pikë kanë marrë. Për gjysë pikë. 6 pikë kanë marrë në 7 lojt e dyta. Në 8 lojt. Në 8 lojt se një kanë marrë. Tani ka vazhdu seria dhe në fund kër u këthyn me 2 fitore. Do më thonë ai tash duro konsiderohet si një prej trajnerëve më të Po njësi futbollit e ka ditë potencialin e ekipit, se ka shumë që dhaj, nëse di që sun fiton u rështoj ke... Po duro shkojnë në Maqedoni, të Struga, u bo kampion, edhe tash një klub që themelu që një vjet, edhe pret, do me thonë, i ka morë 20 lejtar, krejt, a i ka vazhdu 4-5 veta që e kam pos ligë të parë. Edhe janë njësë që ashtu me, do me thonë, mesatari i bige, mi moraj 2 pikë për një loj gati, edhe ti pe largën, mu ka duk vendim jashtëzakonisht absurd. Absurd, sigurisht. Edhe tani janë njësi që e seria e keqe. Tash këty në qaj duhet ju vynë me më konsolidu edhe me stabilizu ekipin edhe mos me bo që si lëvizje që ditëshme. Për informata që i kam, për që ata për thëmë rrezikon shumë seriozisht ramin, se kam fillu dhe më thonë ka largime edhe tjera atë, largu drejtori, u largu debatik curri, përveç aksionarve dhe më thonë që ka pas largime, portieri Betim Halimi, ka lojtar tjerë që nga klubi kanë thonë për duhet me shkput kontratën, po sigurisht që ato kontrata që ju nënshkru duhet me ju përmbajt klubi, edhe nëse do me largu dikon, duhet me ja pagu. Normal, duhet me gjithë marrëveshjen. Edhe nëse vazhdojnë me çto probleme, atëherë edhe këto probleme t'jashtit kanë me ndiku edhe në fushë mos me arrit të rezultatet. Për ato po them është njëri prej klubeve që rrezikon më shumë ti. E jo gjithmonë veç forma ndikon edhe gjërat nga jashtë. Atë që to bashkë për rrokëm mbjetesës, ekipet e mbjetesës, në me thonë Gjilani, Dugagjini, Ferizaj, Lapi edhe Feronikli me ma pak gjasa dhe pas largimeve që ka ndodhë, po besoj që Feronikli
Kam e lujt fort, po sa ka kvalitet në ekip me ju përballë të një ekipë, ka pos problem. Probleme kam ju shkaktu. Kënë shini ma të rrezikum ju realisht përveç Feroniklit. Unë personalisht përveç Feroniklit e shoh Ferizajin pak ma të rrezikum. Po. Nështë edhe deri diku Dugagjinin, po besoj që Dugagjini ka pak ma shumë cilësi. Edhe Dugagjini është ekip që veç u kon edhe sezonën e kaluar edhe para këtij sezoni Super League edhe kur koqitën ndeshje din me marrë rezultat. Ferizaj e kena po që e ka ndërtu një ekip ma shumë me futbolist vendas edhe me futbolist që veç i ka pas në ligën e parë. Po na e dim që dallimi për ligës parë dhe Super Ligës është bukur i madh. Ata kanë me provu se normalisht Në lopin, s'peshin i lopin, unë është lopin baja këtë rrezikum. Lopi unë nuk e besoj shkaku. Ka bo përforcime në shtab teknik Tahir Batatina. Po e kanë shkarku keq stabin teknik edhe e kanë bërë një shtab teknik tjetër. Kanë kthy Sunaj Keqin e mori respektum. Po. Edhe e dim që në gjatë kohës sa ka qenë Sunaj disa herë ka fitu kupën 2 herë nëse nuk ka bëj kupën e Kosovës. Sa ka qenë si ta Unë mendoj që Fale Romak veç te përkufizoj edhe pak Lopin mas i fillova. Lopi po besoj që paktën për këty në skuadrave që veç i përmenom i bën bashkë, kualitet ka ma shumë. Na shumë lojtarë si Baftiu, Januzi, Valmir Veliu, Mesush, Namoni, Ramadani, Musulli. Ramadani unë nuk e dyshoj që Lopi në asnjë moment që Lopi rrezikon Ramjen, po as pozitën e barazhit. Krejt që ai nevojitet Lopit një përgatitje më e mirë, që tash në këtë fazën përgatitore dhe 2 apo 3 rezultate të mira në fillim. Mos harrojmë se kanë edhe kanë çdo nisje e keqe tani mund të më avështirësu punën, po nëse veç e fillon mirë sezonin pranveror, po besoj që Lopi me Gjilanin musafirë nis lojën e parë. Jo, vendas është. A vendas me Gjilanin, po. Vendas me Gjilanin edhe 2 ekipe që janë çatë domethënë ka më konë ndeshje spektakolare. Spektakolare, po edhe Gjilani pak a shumë si Lopi, po besoj pajtoni me mu që kanë 2 kanë kualitet ma shumë se këto 3 tjera, Feronikli, Ferizaj edhe Dugagjini. Unë e shoh Dugagjinin e shoh që ka rrit me marr maksimumin me Ismet Munishin. Tu e di që Dugagjini tash na këtu jetojmë edhe bajagi ka probleme të financa shpesh her pas here. Edhe po me ligj me sponsorizim ke klubi që kish marr mas pak të parë, domethënë shifra ke ekipet e futsallit edhe të volejbollit morrin më shumë. Kur e dim që një sezon Super League kushton shumë, prej gjys milioni deri në 2 milion. Po, edhe me gjithë ato thon probleme, sa të probleme besoj që ata i din më mirë edhe i menaxhojnë më mirë, mi morë 21 pikë, edhe me konë pozitën e 7, po besoj që ka arrit maksimumin me janë nxjerr ekipit. Është me edhe trenerit Ismet Munishi. Po të priti edhe ty tani më dhon mendimin. Veç do me thonë, pak a shumë e Feroniklin, po bajto me keq që... Po besojmë, po, Feronikli shumë problem. Amo probleme kam ju bo shumë skodra, se nuk është se ka shpartalu ekipin. Jo, i ka moj do lojtar bajë interesant, shumë largu disa, dhe tash po shumë që për i këthen disa si Sokol Kishinin. E ka marrë atë brazilianin që ka lujt në Partizan da Silva, edhe pse probleme fizike ke shpak. Këta nuk ju ndërzu, Feronikli, edhe 10 pikë. Jo, me 10 pikë, me 10 pikë. Me pështu në ligën e Kosovës minimumi 42, minimumi. Këta 32 pikë me mujtë mi marrë, më pranë verë kursën i marrën, që të pjo kalzojnë e juve. Edhe ekipin e dritës. 33 ka marrë balkone, deri qëtash, dhe më do me posë e turisi balkoni për me pështu. Se shpresa i mund gjallë për ata. Se tash këta, nëse llogaritëm na Gjilani, Dugagjini, Ferizaj, Lopi, këta kanë me marr pikë. Këta kanë me marr pikë edhe dritës, Ballkonit, Malishevës, Prishtinës, dhe janë ekipe të mira. Me thonë, shumë problem Feronikli. Po dash ka me bos një mesatore 2 pikë për ndeshje. 2 pikë për ndeshje, dhe me thonë, në 3 lojëve 2 do të bëjë. Kush i bashkuar Feroniklit sipas teje? E shoh
Shkubini për thot Llapi nuk rrezikon këtë varet qysh janë nisë edhe sa mujnë me mojt ekipën, se edhe largimi me të Zhdrellës besoj që është goditje e madhe për ta. Ferizaj, nëse kësha do me përqindje, Ferizaj 40%, edhe i kësha mes Dugazhinit edhe Llapit 20. Okay. Tjera 40 për bjanë. 40. Po jo, se edhe Gjilanin varet edhe Gjilani, pa ja ge varet qyshe nisë. O në pejaja vullën, do më thonë, Feroniklit i bashkohet Suareka edhe në barazh met njona mes Dugazhinit edhe Ferizajt. Interesant. Jom super i bindën, do më thonë Suarekën që bjen për ligës. Yes, në shumë problem është. Kom drejt me, nejse, jo, bastet janë dalume. Për ligën e parë të folëm pak, se kanë duhet bajak i disa lëvizje interesante, sidomos trajnerave. Në grupin A. Në grupin A, po, do me thonë, Drenica... është një mini Superliga aty, se ka klube shumë maj. Shumë të maj, që kanë lënë gjumë futbollin kosovar. Drenicën e ka morë Arsim Thaçi. Arsim Thaçi ka inkuadru Suarekën e Romakit të Superligës. Edhe Malishevën. Edhe Malishevën. Ma herët, po, dhe me thonë është një ekspert i ligës parë edhe një bajak i mirë kampionatin tonë. Shukoni trajner që ka Është pasur nga interesant se- Shqipnia që inkuadroi ke ekipet Nikaj, Samuel Nikaj. Po, Hajde Nikaj. me thonë, Ai edhe një në Kosovë, eksperti. flamurtarin Po, dhe dhe- flamurtarin e pati. Tenaj ka Po, inkuadruar Tena, flamurtari, Vushtren, Vushtren po. edhe dikon tjetër. Flamurtarin e Vushtren e Do mëna. thonë, Qartë vllaznimi. interesant, Drenica ka bërë përforcime Bajagellën e shë favoritin kryesor. Do me thonë e shë super grupi favorit. A. Edhe para përforcime po kon Po, favorit. super favorit e shë Drenicën mu rikthy edhe rikthimi i Drenicës në Superligë është. Hit s'ka me pas. Jo, let s'ka me pas, se ka ekipe shumë të mira, Shumë të dy mira. trepshat janë shumë të mira, vllaznimi shumë i mirë, Liria shumë e mirë, po mos të harrojmë Istogu, Rahoveci, Rilindja, Besa, këto janë ekipe që të bëjnë probleme. Po Drenicën e shoh Bajagi më të avantazhuar. Do interesant është rikthimi i Mireliosës në futbollin Një tonë, vllaznim. trener që na kem respekt shumë. Si jashtëzakonshëm, do të Edhe thonë, një trajner i që madh, një njeri i jashtëzakonshëm. Jo se shtojmë asoj që vllaznimi ka 100 vjetorin e klubit edhe është afër me stadiumin me Po, me me shumë- renovu edhe për sezonit të ri, po besoj që këtë tifozat gjakovar kanë dëshirë me konë në Super League edhe në stadium të ri me Sigurisht me inauguru. edhe do t'jetë ardha e Josës e ka soll një entuziazëm. Besoj që ka sjell jashtëzakonshëm. normal. Edhe në Gjakov pak vyn e dim që Po edhe dy ekipet e Mitrovicës edhe Liria, edhe pse janë 8 pikë larg Drenicës, po Liria besoj ka që bërë shke lufta përforcime. për vendin e dytë ka me konë shumë e fortë për barazhin. Po thotë i parive që kryma. Unë besoj që Drenica kthehet, domethënë gjithë këto investime Kretar po investojnë. po investojnë, po kur të këqër lejtar që i ka pas, e në konë lejtar që kanë lujtë devon në Super League, domethënë në ekipet mira, Uka, Hamiti. Hamiti, plus ja ka marrë Prishtinës Iqbal Vazim, Jashari. Iqbal dy Jasharin, lejtarë, plus ja ka Velicin, dy Velicin, Velic Brosin, po. Domethënë i ki lejtar që edhe ta shumë përshës si Prishtina shka do me shti Drenicën, domethënë ja ka qënë ata lejtar, si ata lejtar ja ka dhonë, si mi ja dhonë një dorë, një shtyme për me... Jeri ty i kthy Drenica I kanë- në Skënderaja. Një shtyme Bajagja ka dhonë kur të këshysh kështu si koncept që me luftu për mu kthy. Unë personalisht besoj që vllaznimi shkon në vend parë, hyn direkt. 4 pikë janë shumë. Janë shumë 4 pike dhe të e njoft Mireliosën edhe futbollin e tij. Jam i bindur që Në vynë lojtar vllaznimin, unë e kom pa ekipin e ty, kom pa do loj. Po, Edhe ju ka largu Gentrit Bislimin. Gentrit Bistimi ju ka largu, po vllaznimi o tu punu për përforcime dhe jam i bindur që Josa Edhe- ka me rikthy në Superligë. Nëse një trajner që e rikthen vllaznimin në Superligë, normal, nëse rikthen ka- edhe Josa Ka gjosa edhe pe veni dytë, pe barazhit. Po. Po. Po edhe unë po besoj që këto dyja janë më të favorizuar Drenica dhe vllaznimi si veni parë si veni dytë mes ty në 2 javë. Po. Sado që kanë me tentu edhe Trepça, se mos të harrojmë edhe Trepça e ka pas një sezon të mirë. Shumë të mirë. Plus tash e shumë që Trepça nështë u konë ma aktivja për gjitha klubë të ligës sport, sidomos ti grupi, se andej ka qenë edhe vështërria Vështërria. aktive. Po Trepça për e vjetër. Trepça e vjetër,
Trepqa vjetër u konë aktive, e kemi po që e ka marrë Kristi Kotë, një mesfushor që ka luajtur edhe në Superligë edhe në Superligë Shqipërisë. Shumë lojtar i mirë. Nëse nuk gaboj e ka afru edhe Korab Lumën, një lojtar i talentuar, një mesfushor i mirë. Edhe disa ndryshime tjera kam i bo, kështu që mundet mi bo probleme, edhe kjo për vendin e dytë. Edhe liria s'po dorëzohet. Ndroi trajnerin. Po Leutrimi, një trajner i ri. Shumë i mirë, dhe vllaznimi ka luajtur shumë futboll të mirë dhe u kone çuditshme për shumë që u largu, po trajnerat e mirë kanë punë gjithë. Jo, kalu me për tjerë. Trajnerat e mirë gjithmonë kanë pas punë dhe realisht Leutrimi me herë gjeti. Leutrimi është trajnera më talentuar që e kena dhe këtu pajtohemi. Kena me dëgjuar shumë për të antarën. Tash po edhe me Gzon Visu ka drejt rikthi në ligë të parë e Besa, me PS. Domethënë kjo gjenerata e re e trajnera, tani e lën Berisha është në atë pjesën tjetër. Edhe shumë mirë si për futbollin vendor, si për trajnerët e ri, si për trajnerë tjerë që presin me bu vend, duhet mi po edhe këta si kallëzues të rrugës së suksesit. Anej vështreja me shumë përforcime pritet më një shtab teknik shumë me një shtab teknik të jashtëzakonshëm, domethënë rival direkt me Prishtinën e re. Tash Prishtina e re e ka ekipin bajagit konsoliduar, ja po edhe këty në disa lojë, sidomos po lojën Prishtina e re vështreja flamurtar fillim të sezonit, një lojë shumë e mirë, domethënë një ritëm bajagi për ligën e parë ka shumë i kënaqshëm, po Prishtina e re fitoi edhe dominoi lojën. Besoj që vështreja ka po që ka bajagi punë për me bo ekipin edhe me marrë pozitën e parë dhe ka ndërhyj në fat kalimtar me do lojtar bajagi krejt për Superligës, këtë emrat Superligës domethënë emrat mirë ka marrë. Kam qenë i gardh, shumë e fortë për vështreja. Ka dhe një përparësi që financiarisht qëndrën shumë mirë. Të dyja qëndrojnë mirë financiarisht. Ka një tifozeri të organizume mas vete, e tham edhe një shtab teknik shumë të mirë, po unë apet për një nonë që shë Prishtinën e re, pak ma favorit me përfundum. Prishtina e re në pozitën e parë, po sigurisht vështreja vllaznimi barazhi. Nëse ishin me të vështreja vllaznimi vale dytë pa 10 biti poshtë. Po është edhe një diçka, ama fatkeqësisht të barazhi kam qenë i ligës së parë. Drenica me Prishtinën e re, sipas teje. Jo pak. Na duan ato dy tifozëri edhe në Superligë, edhe dy klube jashtëzakonisht maja. Po përveç barazhit që domosdo kam i pas dy skuadra shumë të forta të ligës së parë, ka me konë një pej barazhëv më të forta të viteve të fundit që ka më bu për inkuadrim në Superligë, se do me thonë nësi shumë qëtu 4 skuadra, 2 pej grupit A, 2 pej grupit B, edhe ekipin potencialisht që me të barazh për Superligës, në është ta mas barabarti na i herë. Po, se liga e parë është si vjetë më kvalitative. Edhe mas shumë vite mujna me pos 3 skuadra që inkuadrohen prej ligës parë. Po du me qelë një temë qëtu me juve, presidenti Agim Ademi qëtu në ka thonë që me rrit ligën e parë. Jo, nuk rritët Superliga. Superliga, po. A besoni që ka ardhur momenti për dy ekipe mu shtu, këtu e marë parasysh organizimin e shumë klubër të maja që edhe që i ndodhen në rangë matulta, si liga parë. Jo. E kemë rastën e Feroniklit si vjetë. Në vitin e kaluar kush ke? Na veç bu me rasti i parë, se unë i kisha bu me 8 skuadra në ligën. Unë qaq nuk ka cilësi të kënaqshme, unë i kisha bu me 8 skuadra. Na e shohëm a vetëm me gjithë respektin. Me 10 është formul. Po them kështu kushtimisht shkoku që e shohëm çdo vit, edhe prej që është bu me 10 skuadra, e shohëm çdo vit që njëra skuadër është veç dorëzohet në fillim sezonit. Domethënë me gjithë respektin për Feroniklin, na e kem po që Feronikli nuk u konë gati kur rival serioz. Ka bo ekip të mirë, po ata vonë ju ka dalë gjumi. Ja, unë menoj që u gotën me kuqin ata. Qajo ekip nëse i shkon gati një muaj e gjysmë ma herët fillimit kampionatit, sigurisht që kish pas pikë ma shumë.
Po pimarin vonë transferime tani tash në fund ja pa Superliga marifetin. Superliga është tjetër organizim, tjetër futboll, tjetër që shumë problem. Edhe unë besoj që kjo maksimumi, nëse jo me zoglu 10, ligën e parë me bu një ligë përbashkë me 16 ekipe. Sa nuk pajtuna, edhe kam u bo, vitin ashëm bëhet, për vitit ashëm janë ketë me ne. Që me konë edhe atu konkurenca ma e fort. Po, loj ma shumë. Loj ma shumë, edhe po besoj që ndrejqet futbolli. Barazhin me hek? Nëse varet, jo, zbesoj që hekim barazhin, shumë është ishtie për si për ato ekipe prej Nordit. Mujnë me bo play-off, vend i pari dyti me hi direkt, i treti, katërt, i pesti, i gjashtit ligës sport, për folim për vitin që vjen, me lujtë si në Itali, në Gjermania, ku është ajo, në Angli edhe në Itali, që është aj sistemi. Në Itali më prej vendit. Po, në Itali shumë po. Edhe fitu si me lu play-off nashta me një ekip Superligës, po ka ku për ata. Përfundojnë futbollin vendor. Përfundojnë me shpresë që kam unë aprit një super sezon pranverore. Shpresojmë edhe besojmë që po se nuk ka tjetër mundësi. Apo kualifikohet se te tutje. Apo bëhet befasia ma e madhe viteve të fundit në ligën e kampionëve. Favoriti kryesor me ra prej fazës. Sistemi i ri i ligës të kampionave është i jashtëzakonshëm, del shumë i qëllum. Do me thonë S'pilen vend Superligës. Se qëre, tash do të me thoni sen. I bike Real Madridit grupi Leipzigi, Slovan Bratislava. 10 pikë dhe Slovan Bratislava. Dy loj me Slovanin 6 pikë, 24 gola javë jepke. Do me thonë, as nuk ka menu trajnerin, e mora Real Madridin shembull që se është ekipi më i fortë. As nuk ka menu trajneri më qos taktikisht ekipin në fazën e grupeve. Ekipet e forta nuk kanë menu. Sot iki 8 lojë, 8 kundërshtarë ndryshëm, do me thonë për çdo kundërshtar ti do të mundohet dhe me bëu analizën. Kjo për ju del do ekipeve problem. Jo do po secilës. Po edhe ka bo. Tani edhe çështje foti na e kena po që disa skuadra me ekipet më të forta ju ka rënë musafir. Po. Tani është shumë problem me fitu pikë. Edhe unë pajtona me lavdën që ndryshimi i formatit Champions League-s u kon një prej sena më të mira që i ka ndodhur futbollit vjetëve të fundit. Për shumë edhe me ndeshje, domethënë secila ndeshje më fort se tjetra, secila nangth, plus i shumë këtu që 8 pozitat e para kualifikohen direkt edhe nëse me të vendit 9-24 të shtohen 2 lojë, plus edhe ndeshjet e kupës së kampionatit. Domethënë gjatë rrugës kemi bërë shumë probleme. Që ka ndihmu ekipeve si Atalanta, Leverkusen, Aston Villa, Monaco që i mojnë vendin 7-8-9-10. Këtu, në fazën e grupeve që shkojnë, shumica ishin eliminuar. Shumë probleme kishin pas. Domethënë, po ky sistem e lut herë me ato, herë mrena, herë jashtë kështu, domethënë shumë ju kanë ndihmu edhe me dhënë edhe potencialin e tyre. Edhe tani e sheh që ekipet e forta si Bayern, Real Madrid, Juventusi, Parisi dhe City, do me thonë luftojnë për me hi në play-off. Play-off, jo për vendet e vora, për play-off. Nëse këshyre vendet e para, po besoj që janë të meritume. Po, por qa kanë tregu, do me thonë. Barcelona lojnë e pare hupi, u këthy fitoj 7-6 tjera. Kështu që Liverpooli është skuadra më e mirë këtë sezon. Tja bojmë edhe qepin operatorit ton, i cilë është një fansi i madh i Liverpoolit. Liverpool është ekipa më e mirë. Besoj që pajtohemi na më e mira në Evropë me formën edhe me futbollin që e ka dhënë. Po Liga e Kampionave, që shkon edhe në kaluar shumë shpesh favoriti nuk e fiton me 2 lojë. Janë ato problemet në momente ndos, po Liverpooli me shumë meri, domethënë si në Premier League, si në kampionat. Edhe ka pas shumë skepticizëm për këtë trajnerin që e ka nisë në stadiumin në Padel Vogël me Feyenoord drita, e ka nisë domethënë rritjen e tij si trajner, po me shumë pak njerëzit janë kon shumë skeptik për to. Po sigurisht se mu largu Jurgen Klopp me Arne Slot. Shumë pak kanë besu, po domethënë lëvizja e Liverpoolit ka dalë jashtëzakonisht e qelluar edhe Liverpooli. Edhe kështu realisht në mendoj që çdo 4 ekipet e para që janë në tabelë janë favorit për me fitu ligën e kampionat. Përveç tyne, domethënë përveç Liverpoolit, Barcelonës, Arsenalit edhe Interit. Cilat klube tjera
mujnë me konë në mesin e favoritëve. Realli gjithmonë. Po do me thonë po. Një po besoj që Realli tu shku tu bu ma nxet. Finale, hale lavdem finale a Ligës Kampionëve. Herët është. Herët është, une kisha pas qef me po Liverpool Barcelona si vjetë një finale kështu. I shkon bëbësoj e jashtëzakonshme. Futboll total. Po, Liverpool Barcelona i shkon finalja, pijem të full për çka kanë luajtur deri qitash. Se pranvera shpesh na kallzon sen e tjera. Po për deri qitash, po nuk i shkon pës edhe Inter Liverpool i shkon e mirë, Inter Barcelona, vedin, domethënë se edhe Interin e shtin mesin që edhe pse kështu ata realisht si klub zynë menoj po për futbollin që e luajnë besoj që janë si e kanë ekipën shumë kompakte. Interi në vitet e fundit konsiderohet në mesin e 5 ekipe më të mira në Evropë. U dosh me shku dy Juventina me kriju, me ja kthy mentalitetin, s'kan pas as mentalitet atë. Kanë të shku trener, edhe Marota shku drejtori i klubit, edhe domethënë edhe shyre marketin që e bojnë ata. Shkojnë morrin super lejtar me 0, metodat e Marotës, metodat e Contes me janë nxjerr ekipit maksimumin, domethënë i shtrydhi krejt. Marota s'kon kërkon para Juventusit a? Kon Sampdoria vend e 4 maksimumi e ka pas, maksimumi. Edhe atëherë kur e ka pas vendin e 4 dhe ja ka u provës titullin me Pazinin, me Kasanën. Edhe atëherë Uvreqi ka talentaj, normal. Po e kanë po qendera dhe krenaria me orte Interi. Po e kanë po president edhe që president e Marota. Po gjithçka Marota atë. Tela ka po Juventus e ka pas veç venin ku me parku kerrin, sigurisht. City për mendimin tim City kalon tutje edhe besoj që po Bryzhin nëse shkon shumë lart. Po sigurisht City na e kena po City në pranverë, sidomos në Premier League kur në atë serin mi bu 15 fitore ran. E kanë shu qeshmen e naftës, domethënë Sheika po shohim ta. Unë kisha pas shef me bobe fasti që to dikush pe qytynë, për shembull Atalanta, Leverkusen, Aston Villa, Monaco. Kisha pas shef me mri deri në gjysmë finale, a vedin dësh. Aston Villa, Monaco as nga të befasive nuk vijnë. Në Leverkusen Atalanta se kanë finale këtu. Finalistët e Europa Ligës edhe nuk ka befasive, nëse edhe nëse shkojnë deri në gjysmë finale sipas meje. Po Atalanta dhe Leverkusen janë dy klube që janë rrit gradualisht edhe shumë. Plus Leverkusenin është kampion fuqi i Gjermanisë. Po. Plus finalist Leverkuseni është prap klub më i madh. Trajner ka qenë edhe në finale edhe para 20 e kusur vjetë në Ligës Kampionëve, po Atalanta është një realitet i ri si për futbollin italian, ashtu edhe për futbollin evropian, një ekip që lun edhe kundër Real Madridit pa kur një fartute, sulmon vazhdimisht. Ajo është ekip që ka kriju si fonsa neutral, sigurisht. Ekipët tjera nëse shohin për shembull një fan si Realit ose i Liverpoolit, nëse sa të nuk kundër Liverpoolit. Po Romës më pëlqen Atalanta me këshillë. Atalanta sigurisht edhe Juve ju pëlqen se për futbollin që e bën. Juventusi nuk besoj që nashta edhe në play-off bjen, nuk i dihet se me barazime ata. Po, jo s'ka gol ato vej mo, se e kish bo një jashtë, kish lut 0-0 mrena dhe i kish mujt kejt, i kish eliminu, po s'ka mo. Me penaltia Greta. Shkoku që edhe nuk ka shumë organik skuadrës Mota. Nuk ka Juventusi. Unë e shoh te Mota është një problem. E shoh që është trener shumë egocentrik, nuk dën lider, do me konë lider i këtë ekipit vetë, nuk dën lider në fush, nuk dën, do me thonë, e shë edhe me largimin e fundit Danilës, a i dën me pas ljetar totalisht në kontrol edhe vetë me mshu tavolinës, ish me thonë në pauz, vetë. Një Ferguson më konë, shumë Ferguson më njësar. Për me konë që ashtu vëse që a i ka mujt me konë Bologna, ashtu, po një Juventus pak ma problem. Edhe kur e këshyr transferimet që i ka marrë shumë për ty në dy lojnë mirë, dy nuk i luajnë, plus edhe lëndime që i ka pas. Ai Douglas Luiz i më pagu gjithë ato pare për to dhe nuk lunë kur. Shumë rrallë dhe vërtet. Problema, futbollës që vinë për Premier Ligës, probleme kanë me lunë, serio. Ma ka në njerë si ka lujt në Itali, po në Juventus, vis pja u lëndu. Po e shumë me probleme si vjetë, shumë me probleme nëse arrin me hinë top 4 në Serie A edhe në qerek finale më rinë Ligës Kampionave, shkon një vit i sukses shumë për Juventusin. E Milani i madh?
Milani madh në lojtë mëdha lun fort, në lojtë do ta slun hiç. Si mos ti më son bërë për klubeve të mëdha. Milani është shumë mirë, pozitën e mirë e ka. Kështu edhe Roma në pozitë është atë në ligë kampion. Jo, Roma është 36 ekipe ka kanë. Okay. Kush del kampion Angli? Jemi pajtimi që Liverpooli e ka kryesh. Unë kisha pas qef Arsenali me pas një mundësi. Kina me mrive, inshallah gjallë jemi derisa Me duon pas një kampion. mundësi, po shumë problem. Po besoj që Liverpooli si vjet. Fond apo Shumë të herë jetë do të më. rivalizon. Një problem largë City pak. City 12 pikë është, 12 lësë një lojë ma pak Liverpooli. Si apet. Nuk i Unë di, thash, nuk Chelsea i kisha pas qef më këthy në top 4, Nuk kthehet as Chelsea në top 4. nuk ka respekt ky për Chelsea, vetë Chelsea e përfundon top 4. Nuk e Kisha besoj. pas edhe para fillimit të sezonit. Po kisha pas qef Chelsea më këty në top 4, që një Chelsea në Ligë Kampionave interesant. Plus e ka ekipe. Po shumë normale është, po unë po besoj që në top 4 që City veç kthehet edhe po Real Chelsea me Newcastle po besoj që kanë Ka me me luftu për. për vendin e sigurisht për katër vendin masi katër. Nottinghamin nuk e besoj që monat me mojt Deri në fund. Jo. deri në fund. Po Liverpooli gjithçysh është favorit Edhe unë sipas besoj me i dukshëm edhe nuk e lëshon titullin këtë sezon. Në Spanjë më interesant. Spanjë po, se e kem garë të reshe. Po, Sarë tresh e fiton atë. Edhe me qenë se po, edhe unë e pajtona me natën, se Sarë luftoj këto dy harrojnë Atletico fiton, Atletikon. edhe pse mos me fitu Atletico, unë e kam shumë respekt për një skuadër si Atletico, sidomos për trajnerin Diego Simeone, që është një prej trajnera më të mirë, edhe pse Shumë e shohim jo, shumë unë nuk pajtohen unë- me mu, po nëse ti arrin me rivalizu dy klubet më të mëdha në botë ndoshta në epokat më të mëdha në herë, domethënë Barcelonën e MSN-s edhe dy Real Real Madridin e Ronaldos, Bale-it, Po. të Modricit e tyna, po edhe këtë pjesën e re të Real Madridit me Viniciusin e me Mbappé. Bellinghamin e Mbappé. tash edhe me Mbappen, do të me respektu domosdoshmërisht. Sigurisht ai ka bënë një punë shumë të madhe Po, ndryshe. 13 fitore Rodhazi ka marrë, mos të harrojmë, 13 fitore Rodhazi, pat një gabim njëvën e kalume në kampionat, po këthy Ligë Kampionave dhe fitoj. 13 fitore në termin mi me lujt Po, nuk mundesh mi marrë Edhe unë po besoj që ky kam bo problem edhe si vjet, por i me kisha pas qef Atletico. Edhe unë kisha pas shef Atletico, po nuk Unë ma ka vazhdoj me- shprisha me as qenë- Barcelona. Vazhdoj me qenë pro Barcelonës edhe masi edhe kolegu ju Bardhi e ka pranuar që Barcelona del si vjet kampion, kështu që nuk dyshoj që ka me dal Barça kampion. Probleme ka shumë. Serie A, Liga jon. Liga jon, Serie A. Unë po besoj që Unë s'jam linja me atë pjesën në edhe këtu ka me konë kampionatit. garë interesante masi Napoli po lumë veç në Itali, veç në Serie A, po prape shoh Interin ma të favorizum, se me ndeshjen e mbetur nëse fiton veç i barazon pikt edhe ritmin veç e ka kop skuadra e Interit edhe për shumë që ndeshjet e fundit. Për jashtë të barazimin me Bolognin i ka disa fitore radhazi Veç këto dyja kanë me luftu Po. për titullin. Po se besoj tjerat që meten mbrapa, në fund po shkputën. Interi arrin me fitu titullin Serie A. Sa herë menojna që Interi fiton titullin Serie A, sigur të fiton dikush tjetër. Këto domethënë ja dëshmoj. Prap me Bolognin. Interi është dasht me hinë seri me fitu 5 titull i ran, pe kur e fitoj me këndën qatë vetë, domethënë si është duft me kontestu në vitin e dytë, domethënë absolutisht heq me që hopën. Ja fitoj Milani. Milani ja ka fitu titullin, kur të menesh Milani ja ka fitu titullin. Milani është Po Interi ka pas probleme financiare dhe janë largu vazhdimisht lejtar derisa Edhe unë si vjet po besoj që Napoli ja fiton titullin këty në. nuk e besoj. Sart morrin këta Janë të dy ishte. ekipe shumë Me forta, largimin e edhe- Kvaras u do pse edhe- Besoj që ka me ndërhyn në Edhe katër ne jam- Napoli me 2-3 edhe ne lejtarë. jam- nuk ka jam- lejtar që bën me zanë. Jam ma shumë ka Antonio Conte. Edhe Besoj unë që në besoj fund Conte i këshyri do lojën e të Napoli që i luajnë 12 e gjysë atë, para se me marrën punë. Edhe se luajnë herët luajnë ata. 0-0 në top të Lukaku me shpinë top ose e kthen No, një letë kjo, mesëshore. së fiton gjithë 0-0, kryet 0-0. Po më janë nxjerr maksimumin e ekipit. Nuk mendoj që ka trajner si Conte. Na shtat Simeone është atë. Conte janë nxjerr maksimumin e ekipit. Janë nxjerr kështu pa Po, asnjë ka me dyshim. rivalizu Interin. Edhe besoj që ka me realizu deri në fund edhe ka gjasa edhe me fitu. Për shkak që nuk luan Ligë Kampionave.
Kur nuk lun ai. Edhe në kupë më duket të dalë për kupë ai. Po, u dal për kupë. Do të thonë, një javë të ka një lojë në termin, Interi lun kupë, lun Ligë Kampionave gjithë. Interi është ka skuadër të forta, normal që lun. E fundit të Bundesliga. Bundesliga se Ligue 1 po besoj që pajtohemi krejt që Parisi këtë sezon. Na kemë qefë vitu Marseja, na jemi Marseja në të drejtë. Shkaku Lërikçonës. Po, kemë qefë vitu Marseja dhe është e dyta, e ka një ekip shumë interesant. Kum prit shumë më shumë. Edhe ka trajner shumë mirë, De Zerbi është shumë trajner i mirë edhe këta kanë një problem i hubin të lojë që duhet mi fitu mrena sidomos. Shumë shkoj diferenca, 9 pikë, shumë është domethënë. Shumë është dhe shumë problem. Shumë është rivalitet më të madh prej Marseille. Në Gjermani kush e fiton? Bayern. Që e ka fitu Leverkuseni, tash e ka Bayern 10 vjetër. 10 vjetër, Marseille. Kështu e ka në Gjermani është par vjet, domethënë në lojën e fundit me Mainzin. Jo është si vjet katastrofë. Është ngjarje interesante, edhe pse edhe unë e shoh Bayernin që rikthehet te titulli. Bayerni nuk i bën dy gabime rreth. Ja unë mendoj që hapet Leverkuseni fiton. 4 pikë para Bayernit. E di, po në mënyrën që shlun Leverkuseni lun shumë më sigurt se Bayerni. Domethënë Leverkuseni ti s'u mund Feyenoordi Leverkuseni s'u mund kur 3-0. Po. Bayerni herë ndodhi. Një herë ju këtu nuk ndodh shpesh, çdo vjet gati Bayernit që një 3-4 vjet kështu si standard e kanë, titullin e kanë fituar me Dortmundin në gjyrët fundit. Jo për merit vet, po ata po Marana. Domethënë që 3-4 vjet Bayerni nuk e ka atë nivelin që duhet me pas Bayerni. E po mendoj që si vjet këtë varë të Ligës Kampiona deri ku shkojnë. Çaja që eliminohet më herët besoj që ka gjasa më shumë e fitu, po edhe si vjetën mendoj që e fiton Allonzo me gjakën. Shpresojmë po ndoket e pabesueshme Bayerni me gabu 2 vjet rën, veç ta shohim. Edhe kompania i shkon interesant, një vjet e që dikon për Ligës, një vjet e bën kampion. Po, shumë interesant. Ai tepër që ka marrë drejtimin e Bayernit. Bayernit me kon njëri më i lart. Para se me mbyll, po do më ju pyet çysh e pat rikthimin e 2 ikonave të kombëtarës Kosovës vendin tonë, e kuran Kryezjua dhe Anel Rashkaj, si ndihmës trajnera. Që është kombini le të folë. Po besoj që zgjedhje interesante edhe pse jo mos me ofru ish lojtar si më bo pjesë e stafit, sidomos në ekipet moshave, sidomos ta dy që kanë qenë me Sushor, kur e dim që me Sushor qendror defansiv janë pak ma shumë të prirur më bo trajnera, po besoj që u kon veprim i mirë i Federatës Futbollit Kosovës, tash mbetet më pa sa rezulton sukses shumë edhe sa për shtatën me trajnerat e ekipeve këta. Po dytë janë emra që janë dëshmu të Kosova. Po edhe me klubet e tyre sigurisht. Edhe me klubet normal, me merit i kanë ftu edhe veç i urojmë suksese. Po sigurisht. Tash unë po mendoj që na ja kena nis me kriju mas jemi ekipa më e re. Bot tash ja kena nis me kriju edhe një rrjedhshmëri senave. Thonë janë do lojtarë që kanë lu, janë bë 10 vjet. Edhe janë pensionu, tash ata mujnë kontributin e tyre, dijet e tyre që i kanë për futbollin, me arë mi dhonë të ekipi kombëtar, njëri mosha, pse jo ma vonë edhe të ekipe e parë. Po, ose janë dy lojtarë federat që kanë Samirit. Jashtëzakonisht shumë të rëndësishëm ndër vite për ekipin kombëtar, sidomos Rashka i për fillimit, domethënë ka pranuar. Prej 2010-s, po. Ekurani prej 2010-s. Mos folëm për Ekuranin, domethënë Kosova, kur Ekurani kalon me Sushore ka pasur historinë më të mirën edhe me largimin e tij kemi osë vështirësinë çat pozitë. Apo në çat pozitë. Do janë dy edhe si njerëz janë dy njerëz me vlera të mëdha dhe po besoj që kanë minimu shumë lojtarëve të ri për mja mësu vlerën e fanellës të Kosovës. Ti ç'a mendon? Unë ti ke shumë sigurisht që mendoj edhe më herët e kum pas këtë mendim që duhet muftu legjendat. Legjenda i them se dikush i ka dhënë kontribut në qoftë edhe një ndeshje me Kosovën duhet mu vlerësu, mu respektu. Duhet me ndjek federata këtë rrugë, kemi edhe lojtarë tjerë që kanë përvoja të mira në arenën evropiane dhe si Albert Bunjaku është i sulmu si Albert Bunjaku punon në Bayer Leverkusen mosha. Pse mos mi u dhon rasti edhe atij dhe kem shumë lojtarë që kanë dhënë kontribut
jashtëzakonshëm, sidomos edhe para pranimit të Kosovës, domethënë në atë periudhën, sidomos 2014-2016 kur lojtarët kanë rrezikuar edhe kontratat e tyre veç për Kosovën. Edhe shumë i mirë afrimi i tyre, uroj që me vazhdu kështu. Para një viti ka ndodhur afrimi i Samir Ujkanit, kështu që po ka reforma edhe te kombëtarja dhe është një gjë për të përshëndetur. Kështu. Shikues të nderuar. Kena folë shumë. Po, shpresojmë që jeni kënaq me këtë mini analiza që më thon tonën gazetarëve Telegrafit, këtë muhabet let. Nuk kam ju rash shpesh me na bo kështë të treve bashkë, zakonisht kena me ndjek ecurin me një tëftum si gjithmonë, po ko pas kohe, kur të shojmë të arsyeshme kemi qenë përsëri në atë tre. Për mi bo këto analiza. Po, për mi bo këto analiza. Ishte knatësi me bashkëbisedu si poshtë nzyre. Faleminderit shumë që ishit me ne dhe shihemi javën e ardhshme me një mysafir special. Special. Shikues të nderuar, pa harruar mi përmend sponsorët tanë, siç janë Lashko, Pro Transport, Mucha Solar, Dent Fix dhe brendi më i vjetër i automjeteve të Koreas së Jugut, KGM Sangyong Kosova. Na ju falenderojmë, ju ftojmë të na ndihni në Telegrafi dhe në RTV Duhaxhini. Faleminderit shumë, shihemi në javën e ardhshme.